Noela, nuk e di nëse të ka ndodhur që kur takon disa personazhe, për aty mund të jesh në kulmin e mërzisë ose nuk ke asnjë lloj gëzimi, më nuk të mungon ai humori. Po sa i takon pa hapur gojën këta personazhe ti ndjen se humori të përfshin. Ta sjellë një pozitivitet. Ka një lloj energji, unë besoj që njeriu çliron energji dhe pa folur, pa krijuar atë batutën. Janë njerëz specifik, ndoshta me gjuhën e trupit, po e kanë atë energji që unë do të lexoj më shumë për këtë energji nga vjen si vjen dhe sa është kapaciteti, sa voltazh është energjia. Dhe me këtë voltazh energjie është dhe sa i them emrin do më aprovojnë gjithë televizionistit. Leonard Guga. Është i jashtëzakonshëm. Sa herë që intervistoj, po si nuk e bëra një herë një intervistë serioze. Nuk shkon me të. Se edhe po i bëra ndonjë pyetje serioze, ai ta kthe me kaq humor, sa të kurdis kaq mirë për ta vazhduar batut pas batute. Unë e vlerësoj tej masës, se ti mund të bësh disa batuta që njerëzit e tjerë janë gjithë komplekse dhe të thotë për shembull, ke parasysh fshije këtë mos e lë, po shko. Ta shikoj një herë unë para se ta transmetosh ti. E hasi këtë edhe këtë, e kemi hasur edhe këtë. E ka ose aty ku e ke kamerën, data shikojnë shikun se si kam dal. Jo, Leonardi e bën për humor, thirko, këtë mos e transmeto. Po është një lloj sikur thotë, shiko, se mos e heqësh këtë transmetoje. Është shumë i veçantë, unë e përshëndes fort, një djalë dhe një artist i përkryer, edhe një shkodran me tradita të jashtëzakonshme, nuk e di nëse ke parë karakteristikat e traditës shkodrane pikërisht tek Leonard Guga. Patjetër. Po, ato tantellat, ato sofrabezat, ai kujdesi, ai lan, i hekuroz vet, është i papar, i jashtëzakonshëm. Është fantastik. E falenderoj shumë sepse na ka sjellë vërtet një intervistë tepër të bukur, tepër humoristike që mezi presim ta transmetojmë. Pase? Qeta, se të pavan pasyrë. Më peti? Po pra. Po thash të filmoj ku shkon të pasjura, pra, shikodi tani. More 4 herë më ke thënë punën e peshës, këtë këndshën e fundit e ke mbyllur me vështirësi. Jo, më nuk kam mbyllur që. Po, ja, se rrëbë qipsi e ka po, per më mbyllë kom qatë, pullat. Po dhe stomaku është bërë për të ngrënë, po me masë, me masë. Më thani fije ma të e për. Ok, 2005 si ka që më? Mirë, në vjetë përgjithshme bukur. Si se gjova i herë fjallën shumë mirë më për te. Shumë mirë. Se ajo shkëlqyshëm si do t'ishte për ty, tamam, shkëlqyshëm si do t'ishte. Shkëlqyshëm më thanë brillant. Brillant pra shkëlqyshëm, ta në të mirat, s'ka ma. Martove? Aloja, pa qëfa kush në mërë ne, ka kry puna jonë, mas të amnin kush. Po pëse më burë, ty s'ka dalë as nami për keqë. Zaro, më ishë martohë njërë, ty s'ka dalë as nami për keqë të bile. Nuk i ka ardhë, Savjana ishte të juar? Pa, është dvajze, është femene. Po, normal, është femen, është alamet femene. Qish kjo dalim gjinor që bëndi, jo femër, jo mashkull, tani me këto gjëra që kanë pasë. Lene me dëshja të, ajo ka pas qef, mo feju, në s'keda qef. S'ke qef? Unë s'kam qef për vete. Nuk të rëmbëju kush ty? Ja, nuk ma mush bëna. Ti dhe djallë për shpi, ti gatun mirë, ti hekur rësë, ti lanë. Po për shumë ke mati mund në intervjist me më bahër në donë shku dhe na. Unë dhe bo reklam, se mbeda duke bërë shkusin dhe asë jesë kam pas rezultat. Ma si hinë ma asaj punë. Kur vjen dekiku se për e gjathë, kanë thanë motit. Duke se jam tërës për ty, tani 2006 se do tjetë, ma bë një plan këshu. Teshti, nuk po di, plane janë shumë, po nuk po di, teshti nuk po di që më thanë. Po se zi, po t'ja ndronë darë. Stanin ku kam nge me andru fil me bukryt me rgjumi me i herë. Ato janë më të bukra. Ja, me rgjumi me i herë. Me rgjumi me i herë. Në të majtën apo në djakë? Unë silëm të shenë, shtetë silëm. Herë këte e herë dhe pa. Herë për mes nuk di. Ashtë dhoj një mëj, është për e t'i ofër mjëllmet. Një orim për të gjithë e shku si që janë duke ndjekur. Për shumë vjetë gëzuar, shnedhat edhe vitin e ri, një vit të marë për të gjithë ju. Po që mi thanë tjetër të shi? Që mi thanë tjetër? Një specifik. Shnet e pare. Pare në shtet, po pëse këndon shnetin pare? Po shneti he, se kura shneti gjehen, bëhen pare. Po ke pare, bë shtetin? Pa i të shi një aty, po ma mirë shnetin pare. Ma mirë shnetin pare, gëzuar. Gjithë bashkë, falem nëjës. Që në janar me një fejese i martes bukur. Nuk del ma një intervist. E bëra zarfin gati. Bane me sa dush. Po të bleva. Jam më, ka baru Kosova.